Avokati i popullit u ka bërë thirrje partive politike që të mos i shfrytëzojnë fëmijët në fushatën zgjedhore. Ai nëpërmjet një komunikate thotë se përfshirja e fëmijëve në aktivitete politike është një formë e papranueshme e instrumentalizimit të fëmijës dhe shkelje e dinjitetit të tyre dhe së drejtës së mbrojtjes nga ndikimi politik. Avokati i popullit, si organ që mbron të drejtat kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve nëpërmjet Departamentit për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe personave me aftësi të kufizuara, u kujton pjesëmarrësve në zgjedhjet lokale të vitit 2025 se përfshirja e fëmijëve në çdo aktivitet politik është një formë e papranueshme e instrumentalizmit të fëmijës dhe shkelje e dinjitetit të tyre dhe së drejtës së mbrojtjes nga ndikimi politik, e garantuar nga Konventa për të drejtat e fëmijës, Ligji për mbrojtjen e fëmijëve, si dhe Kodi zgjedhor, i cili përcakton se pjesëmarrësit në fushatën zgjedhore janë të detyruar të veprojnë në përputhje me parimet e sjelljes etike dhe të përgjegjshme. Avokati i popullit thekson se fëmijët nuk mund të shfrytëzohen për të promovuar parti politike, kandidat ose programe, e as nuk mund të shfaqen në video, paraqitje publike ose materiale promovuese në kontekstin e një fushate. Në këtë drejtim, avokati i popullit u bën thirrje të gjithë pjesëmarrësve në procesin zgjedhor që të përmbahen nga çdo prani ose paraqitje e fëmijëve në fushatat e tyre. Avokati i popullit i inkurajon prindërit dhe publikun që t'i raportojnë rastet e tilla tek avokati i popullit ose autoritetet kompetente, me qëllim mbrojtjen e të drejtave dhe dinjitetit të fëmijëve. Në komunikat theksohet se shkelja e këtyre të drejtave mund të raportohet në linjën telefonike pa pagesë. Lufta politike midis të rriturve nuk duhet të zhvillohet përmes fëmijëve, thuhet në komunikatën nga avokati i popullit.